Sikur se kemi shpjeguar në dosjen ton, cilat janë provat që zoti Krasniqi e pas ka ditur as sa kohë që atje kryeshin krime. Tani po kaloj tek tema ime e fundit, sa i takon periudhës së dhënësit, që është prania në vende të caktuara. Në dosjen përfundimtare, prokuroria në mënyrë të gabuar përpiqet të lidh praninë e zotit Krasniqi në disa krime, në disa vende krimesh të pretenduara me kryerjen e krimeve, pa dhënë një dëshmi të vetme apo një provë të vetme nëse ka parë ai persona të ndaluar në një vend apo nëse prania e tij ka kontribuar në ndonjë mënyrë në kryerjen e krimeve. Në paragrafin 581, prokuroria pretendon që vizitat në terren të zotit Krasniqi shpesh janë kryer pranë një vendi apo një periudhë kohore kur janë kryer krimet. Pra, ata nuk kuptojnë që mund të ketë një lidhje, po pa na dhënë bazën dhe pa konfirmuar në fakt që prania e tij ka kontribuar realisht në kryerjen e krimeve. Pra, duke thënë thjesht ka qenë i pranishëm, nuk mund të pretendohet që kjo është një provë. Mund të shikoni rastin e aktgjykimit Merskiç në paragraf 671 për të mbështetur parashtrimet tona. Do të trajtoj shkurtimisht disa nga parashtrimet e tjera. Sa i takon Jabllanicës fillimisht. Pretendimi është zoti Krasniqi ka vizituar Lahi Ibrahimaj në 1998 edhe në Korrik, se dihej mbar botërisht që Ibrahimaj kontrollonte ambientin ku mbaheshin të ndaluar persona. Kontrolli një godine apo një objekti nuk është problemi. Problemi është cilat janë provat që zoti Krasniqi e pas ka ditur as sa kohë që atje kryeshin krime. Dhe sipas nesh, nuk ka asnjë provë. Nuk ka provë që komunikimet në Korrik të 98-it ka shërbyer për të njoftuar zotin Krasniqi dhe nuk është dhënë asnjë provë konkrete nëse ai realisht ka pasur informacion në lidhje me këto. Tani sa i takon Bajgorës e njëjta gjë. Zoti Krasniqi ka qenë pjesë një delegacioni që ka vizituar zonën e Llapit në gusht të 1998-s, po prokuroria nuk e vërteton që delegacioni të ketë shkuar në qendrat e ndalimit apo që zoti Krasniqi të jetë informuar për ndalime personash. Në fakt, në paragrafin 566 ata pretendojnë se Krasniqi kanë kaluar dhe në Bajgor gjatë kësaj vizite. Kjo nuk mjafton për të dalë në përfundimin se ai ka pasur dieni për ndalimet e personave atje. Ashtu duam të theksojmë në lidhje me këto dy vizita, është një pikë që e ka ngritur dhe zoti Mishetić në parashtrimet e veta, Bislim Zyrapi po ashtu ka qenë atje. Ai nuk është akuzuar as për asnjë vepër penale, prokuroria e ka bërë të qartë që zoti Zyrapi nuk ka qenë antar i KP-s. Atëherë, nëse ai ka qenë në të njëjtën vizitë dhe nuk ka pasur asgjë, asnjë element kriminal, atëherë njëjti përfundim duhet të vlejë për zotin Krasniqi. E njëjta gjë edhe me Kuksin. Bislim Zyrapi në fakt ka qenë i vendosur atje për një periudhë kohore, mund ta shkruaj transkript 17509, dhe tha që nuk ka pasur dieni fare për ndalime në atë zonë. Pra, nëse ai ka qenë i bazuar atje, i vendosur atje dhe nuk ka pasur dieni, atëherë si mund të dalë në përfundimin që zoti Krasniqi ka pasur dieni nëse ka vizituar Kuksin? Sikur se kemi shpjeguar në dosjen ton, dëshmia që është dhënë për praninë atje nuk ka qenë konkrete sa takon datës, periudhës kohore apo vendin e sakt, apo erdhi nga dëshmitarë që nuk kanë dhënë dëshmi me gojë në kësaj gjyqi, e rrjedhimisht ne nuk mund të bëjmë pyetjet tona.